Prokuroria e Fierit ka dërguar për gjykim Ilir Nukajin, i cili akuzohet se dhunoi brutalisht një çift të moshuarish në fshatin Povelç në 12 tetor 2024 duke shkaktuar vdekjen e 80-vjeçarit Namik Rustemi. Ai akuzohet për plagosje të rëndë me dashje me pasojë vdekjen. Nga hetimet e kryera, rezulton se në datën 12 tetor 2024 në fshatin Hoxha e Re, Ilir Nukaj për motive të dobta ka ushtruar dhunë fizike ndaj të moshuarve Namik Rustemi dhe Ar Rustemi 7 vjeçe bashkëshort, ku si pasojë e dhunës së ushtruar ka gjetur vdekjen njëri prej tyre, ka informuar policia në njoftimin e saj. Nukaj u arrestua një ditë pas vrasjes. Sipas hetimeve, 47 vjeçari që njihet edhe me emrin Ledian kishte shkuar në dyqanin e të moshuarve dhe kishte kërkuar birra, por 80 vjeçari ka refuzuar duke i njohur si person me precedent kriminal. Pas refuzimit, Nukaj ka ushtruar dhunë ndaj çiftit. Më përpara Nukaj ka qenë më parë i dënuar me 10 vite burg për tentativë vrasjeje. Ilir Nukaj nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Nukaj ka qenë i akuzuar dhe dënuar për një ngjarje të 12 viteve më parë, tentativë vrasje me paramendim, me 10 vite burg në vitin 2020, subjekti operacionit Forca e Ligjit, ku është proceduar nga OFL-ja për pasuri, teksa ju dorëzuan edhe formularët. Nukaj i njohur edhe me emrin Ledian, i është kërkuar vetë deklarimi i burimeve të pasurisë. Ai është banor i fshatit Povelç, ku ndodhi krimi në komunën Dermenas të Fierit. Ai ka shumë vite ka jetuar jashtë shtetit. Sipas dosjes hetimore, rezulton se në datën 2 qershor 2012, rreth orës 1 të mesnatës, Nukaj ka shkuar për të vjedhur në lokalin internet kafe të shtetasit Helio Çela, i cili ndodhej ngjitur me banesën e tij. Në momentin kur i pandehur ka thyer xhamin e lokalit për të vjedhur, pronari Helio Çela ka dëgjuar zhurmë dhe ka dalë në borrin e banesës së tij, teksa shkoi për atë të Ferrik Çela për të kontrolluar. Vui re se në kanalin pranë lokalit qëndronte i fshehur i pandehur Ilir Nukaj, i cili u ngrit në këmbë dhe në dorë mbante një thik. Në atë moment e kanë neutralizuar teksa policia bëri edhe arrestimin e tij. Disa ditë pas ngjarjes, Nukaj ka shkuar për të luajtur aty dhe është konfliktuar me Helio Çelën, i cili e kishte kapur për vjedhje në flagrancë në lokalin e tij. Pasi e ka sharë, ka goditur 4 herë me thik në kurrizë dhe supë. Për këtë krim është arrestuar dhe dënuar, më pas është lënë i lirë pas përfundimit të dënimit.